Po, e vërtet. Edhe alkooli është ende më i dëmshëm se droga. Për ata që e dinë. A dolmin tim? Po. Iliri, pse u riktheve te rënit e tua? Cila është arsyeja kryesore? A ka diçka që fshihet, domethënë, ndaj pagesa, diçka politike apo? Absolut nuk ka pagesë të politike, nuk ka pagesa si na i kanë Mvesh së gjërat. Une normal që njeriu kur vetëdijsohet, edhe mendon më ndryshe historinë e kombit vet, edhe atëherë automatikisht edhe me kalimin e kohës, do më thonë edhe me çlirimin e Kosovës, edhe mas shumëti që na detyruan, do më thonë kur fillun sidomos pe bazës kryesore të pikut, njerëzit të cilët predikojnë fenë muslimane, fillun të sulmojnë kombin shqiptar drejt pas drejt. E kanë masakru, ke thonë shumë herë. Po, e vërtet, kom thonë që e kanë masakru që pse kom thonë këtë fjallë, edhe plotësisht ka zonë vend. Në shekullin 14, kur kanë ardhur otomanët, ata për me na kthye në muslimanizëm kanë bën masakër të të mërshëm si din të gjithë shqiptarët, çka ka ndodhur edhe me nguliqen në përhuj, e mbajqen edhe me javë me ditë të të mërojnë të tjerat. Po ke thonë pastaj veç një moment. Pastaj ka edhe me ardhjen e slavëve, do me thonë, ata na e prunë fenë, të cilën nuk e kena pas në prej shekullit parë, e kena pas fenë e krishterë. Shumë kush i thot, keni qenë pagan, po nuk është e vërtet ajo. Pagan i kam lexu që në konja ditëre grupe, ditëre fise, në përdo pjesë. Më falni. Do me zonë rakia vallave. Edhe Për shtë na ftojmë fenë islame që... Edhe, do me thonë, na prej shekullit parë kemi qenë të krishterë. Me thonë, historikisht. Edhe... Nëse s'ka bëjë është taj Shëmpoli që thujnë që e ka... Po, Shëmpoli është njeriu person i parë, i cili është marrë me fenë të krishterë katolike, edhe që kështu që kena vazhdu. Mirë, po me ardhjen e otomanëve, do me thonë, na këthin në fenë tjetër. Do me thonë, domi kryesor që e kanë shkatru shqiptarët. Tash edhe domi edhe maj madh që është bën, në falni. Po, sa përve. Kur kanë ardhur tash slavët, ta na kanë ngulit, na kanë këthy në fenë tjetër. Me ardhjen e slavëve, edhe këta janë mundu të nej me na masakrue, me na dëbue, me kret. Edhe tash këta kanë qenë bashkëpunim dy palët, do me thonë, dy fetë kryesore për kombin shqiptar kanë qenë masakr. Do thonë kanë bo masakr. E pse i kita akuzat rona, se për të nërpes i kita akuzat rona kundra Bikut, që ku ka thonë që Naim Tërnova ka bo thirrje, e kom po me një intervjist. E vërtet po. Me Hek Skënderbeu.